Mbledhni që sonte radhë parë shpreh milionin ton të thellë, Lidhjes Demokratike të Kosovës, për qytetarët e Republikës Kosovës. Kosova foli sot qartë. Qytetarët tanë folën me votë, folën lirshëm, folën qetë dhe demokratikisht, edhe në një rajon që njeh shumë tensione zgjedhore, Republika e Kosovës dëshmoi edhe një herë pjekuri demokratike. Për këtë meritoni falënderim dashur qytetar, që me pjesëmarrjen tuaj, me sjelljen tuaj, bët këtë ditë një festë të demokracisë Kosovës. Një falënderim shumë të veçantë dua t'i shprehi dhe institucioneve përgjegjëse për mbajtjen e procesit zgjedhor, radhë parë Komisionit Qendror Zgjedhjeve, administratën zgjedhore, Policinë e Kosovës, komisionerët vëzhguesit dhe gjithë ata që kontribuan që qytetarët tanë të ushtrojnë drejtën e tyre demokratike në rend qetësi dhe me siguri. Demokracia e Kosovës forcohet pikërisht në ditë si kjo, ditë zgjedhore, kur vullneti qytetar respektohet dhe institucionet funksionojnë. Po në veçanti, duhet t'i falenderoj mbështetësit dhe votuesit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Secilin qytetar që besoi tek ne, që na dha mbështetje, që gjatë këtyre javëve na hapi derën, na dha dorën, na dha zemrën dhe mbi gjitha na dha besimin. Ky rezultat i sotëm është reflektim i një bashkimi të madh, njerëzor e politik. Është rezultati një fryme të re që e kemi ndërtuar së bashku e Vjosa Osmanin. Është rezultati punës së jashtëzakonshme dhe të palodhshme poshtë strukturave tona, të kryetarëve degëve, aktivistëve, grave, trimve, kandidatëve tonë, të 110 kandidatëve, komisionerëve vëzhguesve që ruajton votën dhe mbi gjitha qytetarëve që donin ndryshim në Kosovë. Lidhja Demokratike e Kosovës sonte shënon rritjen më të madhe që një subjekt politik ka siguruar në këto palë zgjedhje. Në vetëm një muaj fushat, në kaq pak kohë, LDK ka kaluar nga 13% në 18% përkatësisht në 20 mandate. Kjo rritje që ne ekonomistët e referohemi si 5 pikë përqindjeje, e që në thelb është 34% e bazës sonë, është mbështetje për vizionin që kemi nisur. Dhe kjo nuk është vetëm një numër, nuk është një statistikë, është shenjë qartë se ky vizion po merr mbështetje qytetare, se politika shpresës e bashkimit që kemi nxitur dhe e zhvillimit që kemi promovuar, po gjen vend gjithnjë më shumë tek qytetarët e Republikës sonë. Me 20 mandate, LDK është e stabilizuar, me 20 mandate LDK e Kosovës ka një të ardhme shumë të mirë përpara. Dhe pikërisht për këtë arsye ne kuptojmë se ky rezultat nuk është vetëm privilegj politik, është përgjegjësi politike, është detyrë për ta shtyrë vizionin tutje, për ta zgjeruar këtë besim edhe më shumë dhe për ta kthyer këtë shpresë në alternativë të plotë qeverisë për Kosovën, prandaj vetëm sa kemi nisur.